Ish finaliste e shtëpisë më të famshme në Shqipëri, Egli Taku ka qenë ftuar së fundmi në një emision, ku foli për planet dhe projektet e saj muzikore, që pritet i publikojë së shpejti. Gjatë intervistës, Egli pyetet se me cilën këngë ajo do ta përshëndeste gjestin. Ajo u përgjigj me një deklaratë që tërhoqi menjëherë vëmendjen e ndjekësve. Jemi dhe si jemi, asgjë nuk kemi. Ishte deklarata e saj, që shkaktoi mjaft të qeshura në studio. Kjo frazë e shkurtër la shumë hapësirë për interpretime dhe u konsiderua nga fansat si një konfirmim indirekt i ndarjes së tyre. Reagimet në rrjetet sociale nuk vonuan, ku ndjekësit komentuan dhe spekuluan mbi fundin e raportit mes tyre. Megjithatë, Egli nuk preferoi të futen në detajet e marrëdhënies, duke lënë të hapur dyert për interpretimet e ndryshme. Nga ana tjetër, na duhet të kujtojmë se Egli Taku dhe gjesti u njohën gjatë qëndrimit në shtëpinë të famshme në Shqipëri.